unë kam ngrit shqetësimet e mia dhe gjatë procesit, që nga dita kur janë bë themelimi i komisioneve ad hoc, e deri sot që kemi me votu personat kënse të përzgjedhur për të marrë pjesë në bordin e RTK-s, ka pas pakënaqësi të mëdha edhe ka pas shkelje procedurale. 75 kandidat të intervistohen për 2 ditë, ka qenë pak kohë kryetar. Kemi punu deri në 12 natës dhe ju e dini se çfarë efikasiteti mund të ketë kur punohet në atë kohë. Domethënë kur tham kemi punu deri në 12 natës, është fjala se kemi punu prej orës 9 deri në 12 natës pa asnjë shkëputje. Thjesht kemi pas 1 orë pauzë për drekë dhe kemi vazhdu tutje. Janë maltretu kandidatët, herë disa janë harrues që janë ftu hiç, pastaj i kena ftu mas kohë, e janë ardhur kanë prit ka 3-4 orë në korridor pa asnjë trajtim dinjitoz. Prandaj, jo rastisht e kam thonë që vendimet që po merren në këtë kuvend nuk janë vendime të drejta, janë vendime të imponuara. Dhe nëse ne vazhdojmë në këtë formë ta trajtojmë kuvendin, ne po shkatrojmë legitimitetin e këtij kuvendi, legitimitetin e deputetit, kredibilitetin e deputetit. Prandaj kjo çështje duhet të përfundoj. Jo vetëm se ju jeni në pushtet, po kushdo që tenton ta shkatroj dinjitetin e këtij kuvendi, ta shkatroj dinjitetin e këtij kuvendi, duhet ta ndalim, pa dallim partije politike. Nuk guxojmë të përdhunojmë institucionet e vendit deri në këtë formë. Sot ne do të jemi pjesë e votimit si Parti Demokratike, por evidentojmë gjitha shkeljet dhe pakënaqësitë që janë bërë, që këto shkelje dhe këto pakënaqësi mos përsëriten në të ardhmen. Duhet nalet avazi i kapjeve të institucioneve. Duhet nalet avazi i keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Duhet nalet avazi i arrogancës së numrave. Duhet jemi konkret, duhet jemi korrekt, duhet jemi profesional e mbi të gjitha, duhet jemi të përgjegjshëm për besimin që na kanë dhënë qytetarët e vendit.